Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në emisionin me Buqen. Sot kam kënaqësinë t'ju prezantoj një musafir shumë të jashtëzakonshëm. Unë them musafir, po është diçka një person i veçantë që ka herë ka mendu se a do t'ishte shumë interesant edhe mundësia që ajo të vi në emisionin tim, edhe të ndajmë shumë kujtime, po gjithashtu të flasim për jetën e saj. Kjo nuk është vetëm një grua e suksesshme, fytyrë publike, është një grua jashtëzakonisht nënë e mirë, po gjithashtu një grua që ka pasion shumë të madh për punën që e bën, për bamirësi, edhe mbi të gjitha ka një titull që ndoshta nganjëherë nuk ka qef ta përmend. Është fytyra e parë publike, misi i parë shqiptar në Kosovë në vitet e 90-ta. Kam derin, gjithashtu që thëmë se nga emocionet, kjo është edhe motra ime, Afërdita Paqarata. Buqe deshta me të ndërhy për kretë përshkrimi që ma bona me thonë, mbi të gjitha sot jo martë si motra jote, edhe kom knatësin me qenë një studio tillë ku ti vepron në Britani, edhe me nda eksperiencën tem, mu rikthy mbrapa në kohën kur unë kom ardhë për herë të parë në Londër, edhe mi ndoa dhe sene tjera cilat interesojnë njerëzve me ditë që nuk i kanë folë. Definitivisht, Afri, faleminderit shumë që gjete kohë, pasi që e dim se, edhe pse ti nuk je musafire anglisë, ti qyshe përmeni ke ardhë shumë para meje, para shumë shqiptarëve, dhe më përmi 35 vite ti ke qenë ndoshta ndër personat, ndër ata të pare që e ke shkel tokën e Britanisë, edhe na ke inspiru ti qysh na ke ngrej me ardhë në këtë shtet që na ka dhënë mundësinë që ne të përparojmë dhe të kontribuojmë rreth identitetit tonë si shqiptar. Afërdita, nëpër media gjithmonë fol për sukseset e tua, që asnjëherë s'duhet t'i ndalim. Një, për shkak që ti në kohën më të mirë të re, ke qenë ndoshta personi i parë që ka thy tabut, e ka thy ato mendimet që vajza shqiptare duhet ta përcjellë një traditë që ka qenë për shumë vjeçare, ndërsa ti e ke marrë ke qu vajzën shqiptare me një titull shumë të bukur, bukuri, mençuri dhe punëtore. Përveç titullit që e ke thy si misi parë shqiptar, në atë kohë, qysh ka ardhur deri te ajo që ti ke vendosur të udhëtosh edhe të vish mu pikërisht në Londër? Atë ndigjova me vëmendje sa bukur më përshkrujte. E përmende fillim që ndoshta edhe s'kom qef me u prezentu si misi parë. Nuk kom pengon, mirë po një kohë, një periudhë kohore, ndoshta ka qenë pak një mangësi, sepse njerëzit nuk kam pa të gjithë punën edhe kontributin edhe mundin që e kam bërë edhe në fusha tjera përveç në konkursin e bukurisë. Mu ka duk që më kalon në hije. Mirë po në anën tjetër tash ku reflektoj e shoh që është diçka që më prezenton me një guxim edhe me një vetbesim në moshën kur unë jam paraqit në konkurs bukurie, në kohën kur në Kosovë ka pas standarde tjera për femra shqiptare, edhe ku ka pas paragjykime rreth prezantimit si një konkuruse në një konkurs të bukurisë. Kështu që tash e shoh edhe si një ndoshta përparësi e cila më ndihmon në momente kur jam në sfida të ndryshme në jetë, që nëse në atë kohë, në atë moshë e kam pas atë guxim, tash me eksperiencën që e kam, duna me pas guxim edhe më shumë dhe kjo vjen si një shtytje për me realizu ato që ka mendoj. Në pyetjen se si vendosa më ardhë në Londër, në Britaninë e Madhe, në vitet e 90-ta kur jemi përballu me problemin e mbylljes së fakulteteve, unë si një vajzë 19 vjeçare në atë kohë, nuk e kam pas të lehtë rrugtimin deri në Britaninë të Madhe. Nuk ka qenë thjesht një rrugtim gjeografik për mu, po ka qenë një kapitull i ri në jetën time, sepse unë jam përballë me një të panjohur, me beteja të ndryshme,
me realizimin e ëndrave të 19 vjeçares, edhe kom kalu në për situatat të ndryshme, ku krejt e dim se Londra i sfidon të gjithë, jo vetëm mua si 19 vjeçare, në atë kohë, por sfidon edhe njerëz, po edhe tash edhe në këtë moshë, edhe njerëz tjerë, por më ka mësu që në qoftë se si person ëndron, punon, edhe je e përcaktume në dëshirën edhe në ëndrrën tane, gjithmonë mundesh me pas mundësi për me i realizu. Atë kujtohet puna jot e parë, se të gjithë migrantët që vinë në Londër e paramendojnë një person, afërdita është e suksesshme, ka studiu në Britani, po puna jote e parë, si ka qenë ndjesia? Unë e di kur kom marrë, kur të kom pa çfarë gëzimi ka qenë, po e përmendim afri që në atë kohë e marrë men nuk kemi pas në qasje telefonike, po të ndërprej atë kujtohet kur këshilla e babit çfarë ka qenë, nuk është krejt mjaltë nëse shkoni, por megjithatë unë kom dash me sfidu veten edhe jom nis për Londër, jom nis me një ndjenjë të frikës, ndoshta sepse dash më përballë me diçka që ka qenë e panjoftun për mua. Edhe nuk ka qenë puna ime pare si modeli. Edhe unë si krejt shqiptar kum punu në për butike dhe restorane tjera edhe më përballë me problemet e njëjta që më përballë shqiptarët. Por në momentin kur kom fillu studimet, aty ka marrë jeta jem kahje tjetër, sepse kam taku një profesoresh e cila ka besu në mu, ka besu për te pamje sime të bukur, ka besu në ato që munde me arrit më tepër dhe që kam kapacitet për me i realizu ato që ka kom ndru. Kështu që pas takimit me të, atëre ka ndru çdo send në rrugtimin tim në Londër, edhe unë kom fillu punën si modele, pikës pari në Vidal Sassoon, në një kompani që ka qenë mjaft e njohur në atë kohë, pastaj kom fillu me bos filata të ndryshme, reklama, punë të ndryshme, por edhe ajo nuk ka qenë e lehtë. Për te të bukurës që shohim, prapa skenës, ka shumë gjana që duhesh me i përballu, do të thonë presionin që krijohet, pritshmëritë e larta për dukjen, ato testet, casting të ndryshme që bëhen, derisa të vjen te ai prezantimi i bukur për me shiju suksesin, kalon nëpër shumë sfida. Duhet ta përmend një gjë shumë interesante, se tash na shohin si motra, na përgjajmë, unë i kam flu kachurela. Po bëmi pak më zyrtar. Po e majnë men afërdita kur normal, si që shini afërdita është shumë e gjatë, unë jam e shkurt, kështu që jemi motra. Kur kemi shku, më kujtohet kur e përmende sfidat e modës, me qenë modele. Mund të them që me të vërtet unë e kom pas lakmi ato momente kur ti e ke pas rregullat vetës, kur thu sfidë, me të vërtet sfidë. Kujtohet ushqimi, ti ke hangër disiplina. Unë e kom marrë burekun, e kom hangër, ti më ke këqyr veç me erë. Unë kom thënë, të gjitha i kisha pranu si modele, mirë, po s'kisha mujt me pranu vetëm. Unë gjithmonë thamë, duhesh me zgjet anën ma të vështirë. Është e vështirë me qenë vitale, po është e vështirë edhe me u përballu me pjesën ku duhet me humb atë kilogram të tepër. Tash njeriu e zgjedh të vështirë. Po flasim dhe më thomë për si modele. Ti nuk përfaqëson vetëm modën, por zërin e një brezi të vajzave, nga vendet të vogla me ëndra të mëdhaja. Çka thua për këta? Është diçka që vërtet afërdita e ka qit një pik diku në botën e modës, ku sot shumica e vajzave të reja, prej asaj kohe po flasim, e kanë përcjell një rrugtim ku e kanë pa që nuk është vetëm bukuria, po bukuria është një sfidë për të qenë atë rrugtim, duhet ta kesh mençurinë, edukatën shkollore, edhe duhet të jesh një shembull që dikush ta përcjell ideologjinë që është mbrapa këtij profesioni.
Unë mendoj që jo veç në këtë profesion, po në atë kohë, unë nuk kom pas përgjigje për se cilën problem ose ballafaqim, po e kom pas një vizion, cilin kom qenë shumë këngullse me përcjell, edhe mendoj që ajo këngullja ime më ka sjell suksesin, edhe krejt ato që ka e kom shiju, ka qenë rezultat, si që tha, i punës edhe i disiplinës që e kom pas. Megjithatë, mbas një kohë unë edhe kom vendos me lonë Britaninë, kujtohet shumë mirë kur zot çfarë ndjesi e ka një qenë. përmbushje edhe një nevojë, një mungesë me qenë afër prindve, afër mamit edhe babait, edhe vendosa me u rikthy në Kosovë, dhe nuk ka qenë ndoshta edhe momenti më i mirë kur jam rikthy, ka qenë momenti kur situata atë eskalu në Kosovë, mirë po, unë edhe atje e kom gjetë vetën, nuk kom punu si modele në Kosovë në atë kohë, por jam kyç si përkthyse në ITN televizionin britanez, i cili në atë kohë i monitoronte situatën reale në Kosovë, në për terene të ndryshme. E tash po du me thonë edhe diçka që ndoshta nuk është që e përmendi me shumë dëshirë, sepse ka qenë një traumë shumë e madhe, ku unë e kom pas jetën në rrezik gjatë punës sa kom qenë në teren me ITN-in. Ka ndalë pamje të ndryshme ku faktikisht ne si ekip e kemi thy atë heshtjen që e kanë proklamu, e kanë tregu, shumë po. Po, qysh ka qenë edhe, mirë po ajo më ka jep mu pasoja, sepse unë jam lëndu, jemi granatu si ekip, edhe kom kalu në për një, mos thëm një tmer, e kom pa vdekjen me sy, edhe nuk jom dorzu, kom hez dikun rreth 2 kilometra me kam të thyme, nga lugina e Tërpezës, e mbaj men shumë mirë atë kohë, dhe kom qenë stash vonë me vizitu. Po sa mirë. A e di në Afrodita po të ndërprej, që që përmenëm në fillim të intervistës, thamë që në atë kohë ne s'kemi pas qasje me familjet, ose çka ka ndodhur. Kemi pa vetëm se më kujtojnë disa gazeta që kanë ardhur prej Kosovës, ashtu, do të them, shehurazi, që kemi pas mundësi me Po, tash shumë e lexu. lehtë, çdo informat bartet brenda sekondave, sepse atëherë nuk kemi pas rrjete sociale, s'kemi pas formën e internetit. Eksakt, unë e majnë men Guardian, një nga gazetat më prestigjioze në Britani, edhe për një herë shkoj shampunë. Edhe në metro e marrë me lexu gazetën, lajmi parë Afrodita Baçarak. Breaking news. Tash, ndoshta në ato momente gjithkush që ka lajmet trishtuese, të vështira për familjen, se pak a shumë ne në atë kohë jemi pas mësu me gjanat këqija, edhe i merr ma normale, u vra ky, u myt ai, u ndodhi kjo. Po fillon mu normalizu, jo normalja në situata të luftës. Eksakt, kur e kam lexu, por prapë se prapë për njeriu në zemrës nuk mundet. Jo, se unë s'kam mujt me ditë se a je gjallë, se domethënë deri në atë moment që ti e lajmëruar, vërtet mami dhe babi janë lajmëruar atë kohë, me thonë që është në rregull, kam të thyme, mirë po prej këtu, domethënë në rregull kam të thyme, ajo ka qenë pozitiviteti. Po e rëndësishme ka qenë që unë e kam mbijetu, edhe normal që ka qenë traumë edhe për prind, edhe për juve, po normale me te kalu. Që ajo ka qenë normale, po. Që normale është që sot jemi këto bashkë dhe shpalosim disa kujtime, gjëra që ty gjithmonë të lidhin me Britaninë. Ndjesia për të qenë familjare, se do me thonë ti në atë kohë vetëm se ke fillu familjen vitet e 90-ta, 2000-ën, po, bas luftës, u shlirum, super, ti ke pas ato punët e tua. Çfarë ka qenë ajo ndjesia e krijimit familjes? Ti e bonan edhe din që me përshkru me fjalë nuk është e lehtë, për arsye se në momentin kur po është nan, e ndjen që një pjesë e zemrës tane rreh edhe jashtë teje. Do të thonë, atë krijesë të cilën e bën në jetë, zemra e tij gjithmonë është pjesë që ti e ndjen. Përkundër
netve pa gjume, frikëse, derisa të fillojnë fëmijët me marrë vetën, derisa të adaptohesh me prezencën e tyne në jetën tënde, atëherë fillon, unë e kuptoj kështu si një detyrë ose si një rol që realisht mëson mas pari me dashur pa kufi, edhe dyta me qenë super e përkushtume edhe me pa dikën që e don mbi vetën. Është për te dashurisë ndaj vetvetes të qenit nën. Unë mund të ashtoj edhe një gjë në qëta, edhe mëson me falë. Gabimet e fëmijëve, të këqijat e fëmijëve, gjithmonë i falë. Deri në atë pikë e keni farë kufiri, apo nëse pajtohesh me mua këta? Po, e vërtetë është, edhe ajo, edhe pse unë jam tip që gjithë i japi shansat e dyta një jetë, Po. sepse shoh perspektiva të ndryshme, gjithmonë kam qef me pa çdo problem që krijohet pe perspektivës së personit tjetër, dhe nga një herë e vlerësoj a duhet me u marr edhe me luftu edhe me tregu që patjetër me dëshmu që jam drejt, apo duhet me fal edhe me jap shansën e dytë për me vazhdu relacionin. Mirë po me fëmijë është diçka tjetër, me fëmijë është gjithmonë, jo shansa e parë, e dyta, po e 100-ta. Edhe gjithmonë mundohesh maksimumin për me pa në pozitën që don mbi vetveten. Do të flasim tash, që kisha full gjithçka me ty. Flasim ma vonë. Ka një kafe të mirë, burek s'hajm, premtoj. Po do të kthena në një pikë shumë të vështirë të jetës tënde, po besom edhe të jetës të familjes, ku ti ke marrë një lajm shumë trishtues. Paraqitja e kancerit. Si ka qenë ajo periudhë për ty? Shumë mirë thanë, nuk është dhimbja veç për mu, po ka qenë dhimbje që i kom shkaktu ose është kriju edhe të krejt njerëzit e afër që i kom pas, edhe është një dhimbje që ta humb fuqinë, edhe nuk e din a keme mujt me përballu edhe me mbjetu. Mirë po është e rëndësishme që mos me humb shpresën. Unë nuk e kom humb shpresën asnjë moment, përkundër faktit që në momentin e parës, në 2 ditë e para, kom qenë shokume, edhe krejt çka kom bo është që kom qajt, edhe kom pyet pse bash unë. Mirë po, kur kanë kalu 2 ditë, e kom përmbledh veten, edhe shpresa ka fillu me më ngjall, sepse unë atë kohë kom pas të 2 fëmijë, Arti ka qenë dikun 6 vjetë, Arba 2 vjetë e gjys, edhe mosh dasht me majt një premtim të cilin, kur ja kom jep Artit, pas kumtimit të lajmit, i kom premtu që ka më kthy shnosh e mirë, ka qenë shumë e vështirë. Po ajo ka qenë një shtytje që mu më ka mbajt, mos me u dorëzu, edhe me i përcjell të gjitha procedurat sa do të që kanë qenë të vështira gjatë procesit të shërimit. Edhe në këtë rast më burna me veten, sepse ajo periudhë më ka rikujtu dhe mësu që duna maksimalisht me u kujdes për veten edhe për shëndetin e të afërve të mi, sepse trupi është i vetmi vend ku na jetojmë gjatë të në kohës, edhe nëse nuk kujdesimi për vete, nuk mujmë u kujdes për tjertë. Une gjithmonë e respektoj një person i cili mirë mbahet, jo vetëm që duket bukur në pjesën e jashtme, po që e ka dhe bukurinë e mbrëmshme, bukurinë e shëndetit, bukurinë e shpirtit, bukurinë mendore, që janë mos e të rëndësishme për me funksionu vetë, edhe të njëjtën kohë me rezatu edhe me nda energji edhe për njerëz që i ki për afër. Sepse ne mbledhim energjinë, e ke pa kur t'je me dikon i cili non stop ankohet edhe nuk bën kurrgjë për veprimet e veta ose për me i rregullu çështjet që i sfidon, atëherë të shpenzon edhe ty. Absolutisht. Lajmi më i mirë në botë për neve si familje ka qenë kur ti ke thirrë, edhe ke thonë që pas gjithë tretmaneve tash mujmë vazhdu me jetu. Edhe më kujtohet fjala kur ke thonë që po du me jetu çdo moment, kur zgjona prej aty është jeta jam.
Jo me mendu për 5-6 vjetë, 7 vjetë, 10 vjetë, po. Kom harru, tash menoj për 5 vjetë e arshme, që ka me bo. Jo, prej asaj kohe, unë i gëzona çdo momenti, qofte dhe seneve ma të vogla, ditën e nisi me falenderime, me falenderimet e mas pari shëndetit, fëmijëve të mi, njerëzve për rreth që i du, me ato që e kam, që e kom kriju, edhe jo mirënjohëse realisht, edhe e më bënë muni shumë ma mirë, edhe me i gëzu ato që i kam, që realisht i fitaj. Kështu që më ka ndru për pozitiv, për mirë, mirë po nuk është që nuk mendoj për të ardhmën, sepse kom plane 5 vjeqare. Më kujtohet afri ku, dhe më thonë edhe këtu është thy një zinxhir kogja i madh i paraqitjeve tua fillimisht kur ke folë për kancerin, se po flasim jam për 10 vite, sigurisht. Po, prej se ka ndodhur, po. Edhe mbaj mend 15 vjet. 15 vjet. Në atë kohë kur kemi folë për, kanë thonë smundja keqe, mos folë se s'është e vërtet vetëm e ka diçka kështu. Po ka qenë tabu temë, nuk është, ka qenë temë që njerëzit e kanë ndarë me të tjerët. Se ka njoft sëmundjen. Ka qenë një farë mënyre me thonë marrë me folë. Po. Në anën tjetër, unë e kuptoj njerëz të cilët nuk dojnë me folë, dojnë me protektu, me mbrojt veten. Nuk është e lehtë me folë, nuk është e lehtë me nda një dhimbje, sepse kur kalon, unë se cilën herë që flas, e përjetoj atë dhimbjen që e kam pas gjatë periudhës së shërimit. Mirë, po në anën tjetër më krijon kënaqësi kur unë e ndaj eksperiencën tem, kur unë i frymëzoj edhe japi shpresë njerëzve të cilët veç në atë periudhë që kalojnë, edhe më thrasin, më shkruajnë, më falenderojnë për ato që kam kanë digju, që i kom frymëzu. Ajo mu më krijon një përmbushje që është e papërshkrueshme me fjalë, me thonë edhe që nuk pritoj në asnjë moment me diskutu me njerëz, me folë, qoftë me njerëz të panjoftun, që ndoshta edhe kjo ka qenë si rast ku unë kom kriju dhe shoqëri të reja të njerëzve të cilët veç e kanë të i kalu. E du shumë kohën tëne që ti e kalon si folse për një diçka që jap shpresë. Edhe shpresa është shumë e madhe, është diçka që shumë pak njerëz mundën me dhënë e me majt. Po e thëmë në atë aspektin kur ti fol për sëmundjen, për gjitha këto, dikush nalet edhe unë më me pas këto. Pas në të njëjtat ndjenja si tjerë, domethënë ekzistojnë edhe njerëz si unë, edhe e kanë shpresën një proces ku ata e vazhdojnë rrugtimin e tyre. Përveç asaj që je folse, edhe të shohim gjithka, domethënë në media, punën që unë e du edhe e kom qef me punu edhe me ty, sa herë që ka organizime është puna e bamirësisë. Tregom si ka lind ajo, se dim që më parë në Kosovë nuk ka pas shumë aktivitete për shoqata të ndryshme ose për njerëz të ndryshëm. Si ka lind ideja që ato që ti ke me i dhënë për kauza të ndryshme? Unë besoj që njerëz kanë ndihmu, ndoshta jo në përmasa shumë të mëdhaja, ose nuk ka qenë forma e mire sensibilizimit. Unë kom fillu pas pari në pjesën profesionale, kom fillu me njëherë mas lajmet që e kom marrë, lajmet të mirë që jam e lirë prej smundjes së kancerit, e kom bo revin e parë, ku i kom simbolizu me femra tullace, edhe që e kom pas për krahjen e krejt miseve të Shqiptarisë, prej Kosovës, prej Maqedonisë, Malit Zit, Shqipërisë, cilat kanë sfilu me modelet e mia. Ajo ka qenë një mesazh për gratë të cilat kalojnë në procesin e kemoterapisë, që edhe ashtu çfarë janë të bukura edhe e kanë për krahjen tonë. E dyta ka qenë në aeroportin e Prishtinës, ku është shëndru komplet pista në një pasarel të modës, një ngjarje që ka qenë pak jo e zakonshme, jo veç në rajon, edhe më kujtohet sa
kohë jam mundu për me realizu ëndrrën time. Më kujtohet kur kom shku në aeroport të Prishtinës edhe ja kom prezentu, pikës pari kanë kesh dhe ju ka duke pa mundën. Mirë po unë gjithmonë mendoj që kur e imagjinon mundesh edhe me realizu edhe ka marrë një periudhë gati 6 muaj deri sa i kom bind, i kom marrë lejet, e kom gjetë sponsorin në atë ku Adria Airways me sjell aeroplanin, edhe është shëndru një ngjarje spektakolare edhe krejt ajo ka qenë me një mesazh për me sensibilizu në ndihmë fëmijëve që kalojnë për procesin e shërimit të kancerit. Do të thonë këto kanë qenë dy pak më të mëdha. Unë bëj edhe organizime ose i përgjigjem njerëzve të cilët kanë mbledhja të tilla ku ju ndihmojnë njerëzve komunitetit në nevojë. Tjetër që muj me përmend që është që edhe ti ke qenë pjesë e saj bashkë me Isidorën në Angli, ku më keni suportu, është mini maratona, që e ka gjithashtu e ka sensibilizu jetën e shëndetshme, edhe në anën tjetër kemi gjetë kauza të ndryshme, vite me radhë për me i ndihmu fëmijëve, sikurse me autizëm, fëmijëve të smut prej kancerit, për me renovu pjesën e repartit pediatrisë për fëmijë ku kalojnë ka shërime kancer, ose për gratë që i nështrohen dhunës, që se kanë zarin e vetë me folë. Nuk ka pas kauza të ndryshme, edhe që mas çdo projekti përfundus, njeri shumë ose më pak i sukses shumë se tjetri, mu më ka jep një përmbushje edhe një falenderem që jam e shëndosh, jam mirë edhe kom mundësi një ndihmu tjerëve. Edhe kjo është një prej arsyeve kryesore që unë nuk kursehem edhe jam gjithmonë me përgjigje pozitive kur dikush ka nevojë për ndihmë, në mundësitë e mia jap maksimumin. Ti e din edhe në jetën e përditshme përzihet në kuzhinë, unë i thon po du me qit darkën, hajde motor me hangër mirë, kjo më përzihet te kuzhina. Kështu që e di. Ose më kujtohet më ke dhënë këshill shumë të mirë, kur më ke ndigju disa herë në diskutim me njerëz tjerë, s'dia të kujtohet, po e kam marrë si këshill. Më ke thonë Afri, pse duhesh gjatë procesit që i ndigjon njerëzit me mendu ti më ja zgjedh problemin dikujt. Sepse unë e kam një mangësi ose një anë pozitive, nuk di kur flas me dikon që ma jep një lajm për një problem që e ka, në kokën time mbrapa, filloj unë me mendu, tu e ndigju, filloj me mendu, qysh me i ndihmu me zgjedh problemin. Ku është zgjedhja e problemit? Tash unë po ta kthej ty një gjë që ndoshta edhe pse është më man mosh njëri, ke pas se kur jemi të ri, automatikisht vazhdoj me krym punën, në moshë, kur e ki një shtag edhe s'mundesh me ecje, në kohën më të mirë, tash, kur mundesh me shiju eksperiencën, përvojën, me mësimet që i ke pas prej periudhës më herët, edhe tash me e shiju në mënyrën më të mirë, të mundshme, sepse na procesit të plakjes nuk mujnë me i ik, po shumë e rëndësishme me pas një jetë kvalitative edhe çdo ditë me shiju si ditën e fundit. Edhe veç ashtu është kvalitative. Po e shem, pse e thash ato që ka qenë diçka shumë e rëndësishme kur ti mu ma ke thonë. Sfidat që ne i përballohemi në punë, po flas, kur e merr një moshë, fillon me qenë, nuk mund të them diskriminim i moshës, mirë po në një moshë të caktuar, ti e din limitin sa mundesh me bo. Edhe gjithmonë i thu vetes, ko mujt bre ma shumë me bo, për që tash s'po mujt, po më dhem kama, po më dhem kyç, s'po majnë men. Edhe më kujtohet ka qenë një dëshpërim imi një punës. Edhe unë i kom drejtua afërditës edhe më tha, motër, tha, a është problem? Po. A ka zgjedhje? Po. Atëherë s'qenë ka problem? S'është problem, po. Problemi ndodh atëherë kur s'ka zgjedhje në qatë. Janë dy problemet të cilët nuk kanë zgjidhje. Është smundja e pashërueshme edhe humbja e një personit dashur. Ato dy probleme nuk kanë zgjidhje. Të gjitha tjerat kanë zgjidhje. Absolutisht. Qa kam një shumë të mirë? Ka shumë me folë. Po, unë ndoshta pata që vetëm pagës ta kujtojmë lidhshmërinë, pse kohën më të madhe ke kalu ndoshta për shteteve që ke udhëtu, ka qenë Anglia, për ata
Anglia është diçka veçantë për ty, ndoshta tash e ka dhe një diçka më interesant, e tani më tregon udhëtimet e tua. Arsyeja pse e du shumë Londrën është pse kom fillu një kapitull 3 tjetës edhe ka qenë vendi ku unë kom fillu mi realizu ëndrat e mia, mi ka jep mundësit përkundër sfidave dhe problemeve, unë aty e kom marrë forcën që në qoftë se diçka ëndroj, atëre më edhe me realizu. Arsyeja tjetër është që keni qenë ti dhe Isidora këto, edhe që unë gjithmonë jam ndi në shtëpinë tem, ka qenë shtëpia jam e dytë, edhe normal që kom meq të shumt, që i kom kriju, gjatë kohës sa kom qenë unë duke jetu këto, edhe gjatë kohës sa i kom vizitu, e që unë mendoj që destinimi gjithmonë ma i miri është aty ku e ki shoqërinë ma të mirë. Edhe kjo është arsyeja pse unë Londrën e du shumë, ose Britaninë e Madhe në përgjithësi. Pjesa udhëtimeve është pjesë që gjithashtu ma ka ushqy shpirtin. Unë i adhuroj udhëtimet, adhuroj edhe procesin e përgaditjes, atë ritualin e përgaditjes së teshave, të valigjeve, ritualin në aeroport, pritjen. Unë e du sepse se cilën herë, dhe më thonë, takoj njerëz të ndryshëm, mësoj diçka për se cilit udhëtim, edhe pothuaj se në se cilin udhëtim krijoj një shoqëri të re. Edhe për mua ajo është shumë e rëndësishme. Udhëtimi, për shembull, si me shoqëri ose vetë, më ka bo me qenë ma e lirë, me shiju atë pjesën e afërditës vërtet. Udhëtimi me fëmijë më ka mësu me pas durim, durim të tepruar, me qenë ma organizume, me qenë ma fleksibile, sepse jo gjithmonë planet janë të realizushme ashtu që shi paramendon, ose nuk shkojnë si pasaj që planifikon, edhe je ma fleksibile, edhe je ma kreative, kur udhëton me fëmijë. Po ajo e ka bukurinë e vetë, më thonë udhëtimet janë pasioni imi, edhe i preferoj edhe sugjeroj se cili njeri që me shiju në maksimum, sepse ka gjithmonë forma të ndryshme edhe mënyra që i planifikon me kohë, por mos me shpenzu shumë, po me shiju ma tepër. Do me thonë, udhëtimet gjithmonë janë të mundshme. Edhe nëse buxheti nuk është ashtu si që ne mendojmë, s'mujna me nda. Unë mendoj që gjithmonë është rëndësishme me pas një prioritet në jetë. Nëse ki prioritet me ble një çantë të zënë të bukur, ti gjithmonë i gjem paret i mbledhë dhe e bën. Ose nëse e ki me shku në një destinacion, ki me realizu. Dhe më thonë është me rëndësi me ditë prioritetin. Është njerë të cilët e kanë udhëtojnë shumë, e krynë thëm edhe një shkollë, të cilën banka shkollore s'mund është me marrë asnjë mësim të tillë, sepse ndryshe është mu përballë me historinë në një vendi direkt, me ushqimin, me u taku me njerëz autentik, edhe është gjëja më e mirë që mund është mja udhëru fëmijëve, udhëtimet. Po dhe vetës? Po vetës gjithçysh. Po. Cila për të gjithë këtyre udhëtimeve, cili ka qenë ndoshta vendi që më shumë ti të ka mahnitë dhe të ka dhënë një ndjesi që ndoshta ishe kthy prapë me pa, ose të kalon një kujtim shumë bukur për gjithë jetën? Është Afrika, sepse e përmendi gjithmonë, jo vetëm për shkak bukurive natyrore, ose për shkak ushqimit të shishëm edhe tepër organik që se shohim në ditën e sotme. Po është për shkak të energjisë së njerëzve edhe shpresës ata njerëz të cilët jetojnë ndoshta në varfëri të skajshme, po që e kanë një shpresë edhe që e kanë një energji pozitive edhe me thonë vullnet madh për jetën. Kom qenë herën e parë gjatë pandemisë, edhe pse ka qenë një udhëtim që e kom pas një sfidë shumë të madhe, jo mbloku në Afrikë për shkak të ndërimit të ligjit rreth testit të Covidit, nëse të kujtohet në atë kohë që është dashur në bo, dhe komet në mes Tanzanis, më ka shku fluturimi, pa ndonjë plan se si mu kthy mbrapa, cili shtet më pranon, do të thonë ka qenë një sfidë bëjgje madhe me 2 fëmijë. Mirë po jam kthy prap, edhe kum shiju
edhe një herë, edhe besoj që kisha kthy. Edhe jo vetëm një herë, por disa herë. Pak para se me përfundu, do më thonë se nuk po të mbaj as ty se po kom qef me shku me pika një kafe, me vazhdu në muhabetin. Qka për gjithë kësaj, qka ka qenë diçka më rëndësishme që të ka mësu në jetë, që ti ta kesh gjithmonë me veten? Më rëndësishmja është me i përcjell ëndrat, me pas një vizion. Edhe kjo mundet me qenë edhe si një mesazh për krejt, për me përmbyll biseden. Është me rëndësi me i përcjell ëndrat, pa marrë parasysh që ka njëherë rruga duket e pamundun. Unë shpesh herë, kur kam ndonjë plan, ndonjë vizion, eci në për rrugë që më duket e pamundun. Mirë po, nisëm për faktit që në qoftë se trurja me ka imagjinu, atëherë edhe plani e mundet me zhvillu edhe me realizu. Kështu që kjo është më e rëndësishme, edhe diçka që e kom mësu në jetë, që në qoftë se qëndron e fort, edhe sfidat i merë si mësime, e jo si dështime, atëre pa tjetër se kemi qenë suksesshme. Thomë, suksesi nuk matet me arritje që i banë, po me sa herë je ballafaqu edhe je ngrit për kundër sfidave që kanë qenë. Do me thonë, shpresës edhe vullnetit për me vazhdu matutje. Si shpejt, 5 vitet të ardhshme. A ki plane për 5 vitet të ardhshme, se e përmende? Po, i kam planet. Apo nuk ki plane vetëm se jeton? Planin e kam u bo koj shike me ty. Planifikoj me u zhvendos në Londër. Edhe pse këto 4 vjetë e fundit kom qenë ma shumë këtu se në Prishtinë për shkak që arti ka qenë në studime. Tash ai është në përfundim si për të master. Po përgatitet Arba me Arbë, kështu që unë kam qenë po bashkë me Arbën, edhe kam një plan që nuk po e zbuloj, po besoj që shumë shpejt ka me bo publik. Një gjë shumë e shpejta, disa interesant është ti thu po vi, unë e stavnoj veshin se di që të shoh. Dhe shku du më she, afer. Erdha një kafe me pi. Okej. Që gjithmonë është knatësi, gjithmonë është knatësi. Faleminderit shumë, po edhe një pyetje, a më donë mu ma shumë a Isidorën? Tash mos me të regu sa vjetë, po gjithmonë, po të jep një përgjigje që arti e ka dhonë në emision kur ka qenë. E kom pas marrë në emision në televizion, edhe udhëheci e pyeti, kënë e do nana ma shumë, ty apo Arbën? Edhe ai me të i shtangum, tha, mu nana më donë 7 vjetë, e Arbën e donë 3 vjetë. Dhe me thonë, dashnia është e njëjtë. Ti kom fillu me dashë prej momentit parë që të kom taku, edhe normal që edhe Isidorën njëjtë. Edhe jeta jam me juve është shumë e bukur, sidomos në momentet kur ju dyja gjithë keni besu mu, më keni mbështet, edhe më keni ndihmu me realizu ato që ka unë e kom ëndru, edhe pa juve jeta jam i shkon shumë e pa kuptim, kështu që jam shumë e lumtur që ju kam jetë. Unë e të dua shumë, edhe ty, edhe Isidorën, edhe i dua dhe ato momentet kër jemi nga tru edhe ko mujtë me t'i ngrej flokët, që se ka dit as mami, as babi, garantash, babi ka me mami. Kemi vo koalicion me Isidorën, edhe ti ke qenë ma e fort, se ke qenë ma e madhe. Unë e ko mujtë me vo që atëherë diqka dhe, yes, I did it. Po, përfundimisht, faleminderit shumë zemra me që gjete kohën, të ndojmë diçka të një vajzë, se ke nisë një rukëtim si vajzë, si grua, si nanë, tani edhe si një ftyrë publike që jep energji edhe shpresë në çdo rukëtim që çdo kush don me marë për jetën e vet. Faleminderit shumë, suksese të pafundshme, po më së shumti shëndetin e mirë. Kënaqësi zamar. Miq të dashur, kjo ishte e bukura motra ime Afërdita, e cila, si që thash, reflekton bukuri, dashuri, gjithçka e mirë. Besoj se jeni kënaqur me bisedën tonë, ashtu kemi folë shumë shlirë, i faleminderit shumë.